Seanca konstituive Kuvendit të Kosovës u shtyje pa afat, pasi deputetët bën betimin, por nuk e zgjodhen kryetarin dhe nënkryetaret. Kryeministri Albin Kurti kërkoi më shumë kohë për bisedime, ndërsa marrëveshja mes LVV-s dhe LDK-s ende nuk është arritur. Sipas Kurtit, janë të domosdoshme bisedimet me subjektet politike, me qëllim arritjen e një marrëveshje për një president të ri unifikues. Kurti theksoi se vendi ka nevojë për një dakordsim të gjerë që i shmang një tjetër shpërndarje të parakohshme të Kuvendit. Sipas tij, shkuarja sërish në zgjedhje të reja do të ishte pa arsyeshme dhe dëmshme për ekonominë e vendit. Na duhet të marrim kohë shtesë për diskutime dhe vetëm atëherë kur ta kemi arritur dakordimin për çështjen e presidentit të procedojmë me konstituimin e institucioneve të tjera. Herën e kaluar e pam se pa e zgjidhur çështjen e presidentit, kot e konstituojmë Kuvendin apo e votojmë e formojmë qeverinë, sepse vendi u desh të shkonte në zgjedhje. 3 palë zgjedhje për 16 muaj. Është e nevojshme t'i kthehemi diskutimeve për ta zgjidhur çështjen e presidentit dhe kur ta kemi një marrëveshje, ta ftojmë vazhdimin e seancës konstituive, pra kur të jemi të siguruar që kemi bërë çdo gjë për të evituar shkuarjen edhe në një palë zgjedhje të panevojshme për shtetin, të paarsyeshme për qytetarët e të dëmshme për buxhetin dhe ekonominë. Kurti ka qenë në bisedime me Lidhjen Demokratike të Kosovës, por deri tani nuk ka pasur dakordsi. Ai ftoi për bisedime Partinë Demokratike të Kosovës dhe Aleancën, të cilat e kanë refuzuar deri tani, duke zgjedhur të qëndrojnë në opozitë. Partitë parlamentare kanë rreth 2 muaj për zgjedhur presidentin, ose vendi shkon sërish në zgjedhje.